Në fushë Mavrov, një zonë e njohur për traditën bujqësore dhe blegtorale vazhdon të ruhet me përkushtim një zakon i vjetër i festave të fundvitit, rritja e kaposhave dhe pulave të detit. Për Erion Danajn, kjo nuk është thjesht një punë sezonale, por një pasion që prej 8 vitesh e ushtron me përkushtim dhe dashuri. Është një punë e mundimshme, por e kryer me shumë dëshirë. Tani 200 janë i shita unë. Se sa kishit? Sa menos? 400. I mini të vegjel apo? Po të vegjel, që marrë 100 prill, unë dhe ja i bëj si punë e këtyre. Tani vandien shien këta zotrit edhe mi mbaruam, mos s'kap. Erion Danaj është fermer nga fushë Mavrova, i cili prej 8 vitesh merret me rritjen dhe përgatitjen për treg të kaposhave dhe pulave të detit, të cilat janë pjesë e pandashme të ryezave shqiptare gjatë festës së vitit të ri. Edhe ky vit ka qenë i mbar për të, pasi ka rritur të nxjerrë në treg rreth 400 krerë shpend, të rritur sipas metodave tradicionale. Në fermën e tij shpendët ushqehen në mënyrë natyrale dhe rriten në kushte të hapura, çka ndikon drejt për drejt në cilësinë dhe shijen e mishit. Pikërisht kjo cilësi ka bërë që Erioni të krijojë një rrjet klientësh besnik, të cilët çdo vit e presin me interes prodhimin e tij. Ka shumë mundim, që s'ka mundim. Bën edhe shi. I merr këtu i çon në fund, i bie prap. Si sa barësh, këta hanë gjithë. Erion Danaj rrit vet kaposhat dhe pulat e detit, janë bio, plot shije dhe me çmime të përballueshme, shumë të arsyeshme. Një pjesë e madhe e prodhimit të këtij viti është shitur paraprakisht me porosi, ndërsa në ferm kanë vetur vetëm kaposhat e pulat e fundit. Kjo tregon jo vetëm kërkesën e lartë për shpend tradicional, por edhe besimin që klientët kanë ndërtuar ndër vite ndaj këtij fermeri. Sipas Danajt, edhe pse puna kërkon përkushtim të madh dhe sakrifica të përditshme, kënaqësia që vjen nga ruajtja e traditës dhe nga vlerësimi i klientëve e bën këtë aktivitet të vlefshëm. Ai thekson se për të, kjo është më shumë një pasion sesa një biznes. Ferma e tij në fushë Mavrov shërben gjithashtu si një shembull pozitiv për të rinjtë dhe banorët e zonave rurale, duke treguar se bujqësia dhe blegtoria mund të jenë një mundësi reale punësimi dhe zhvillimi, nëse ushtrohen me seriozitet dhe dashuri. Erioni fton të gjithë qytetarët që ende nuk e kanë bler gjelin apo kaposhin tradicional të vitit të ri, të vizitojnë fermën e tij, ku do të gjejnë jo vetëm produkte cilësore dhe bio, por edhe çmimet më të mira në treg. Në një kohë kur shumë të rinj largohen nga fshati, historia e Erion Danajt tregon se puna e ndershme dhe ruajtja e traditës mund të sjellin sukses dhe qëndrueshmëri ekonomike.